është e pamundshme për mi mbulu gjitha shpenzimet, duke i ditë se edhe në futsal është edhe Kupa e Kosovës, pastaj pas përfundimit të garave kampionatin përgjithësi është play-offi, atëherë ka edhe shpenzime shtesë, kështu që besoj që është pak e vërtetë, po kem gjetë një mirë kuptim shumë të mirë prej njerëzve të vullnet mirë të qytetarëve të PS, qytetarëve të PS na përkrojnë, po unë besoj edhe shpresoj që qytetarët në sporti në përgjithësi ka një mundësi ma shumë, federatat të ndryshme në Kosovë, që shpresojmë që qytetarët të miratohet ai ligj i cili asnjëherë besoj që as o diskutuar jo që mu miratu. Në Gjakov, sar flitet për sportin, flitet për problemet ekonomike të qytetit, flitet për problemet ekonomike që i ka vllazënimi në futboll, faktin që përveç handbollit shumica klubeve tjera nuk mund të qëndrojnë në elit, nuk kanë parat mjaftueshme, kurse në futsal gjërat duken mirë. Po, kjo realisht është një vërtet, për fat keq, në Gjakov është ashtu, po ne kemi hasë një mirë kuptim, ku kemi një kryesi, një bord të klubit një profesionale, në të cilin e kemi edhe një kryetar shumë punëtor, i cili çdo gjë bën për të mirën e sportit dhe ndihmon dhe afirmon klubin që të ecë përpara dhe e mban klubin me gjitha mundësit, kryetari Abbas Beqa. Dhe ka shikueshmëri, kështu që rrjedhimisht ka edhe ata pak sponsorë që janë në Gjakov janë të interesuar për futsal. Po, realisht, siç e cek edhe kryetari, futsalli dita ditës është duke ecë përpara, edhe jemi duke bërë ulëmtim dhe duke lobuar për sponsorizim dhe marketing, edhe këto jemi duke i realizuar dita ditës, edhe do të jemi shumë pozitiv në çdo aspekt. Diçka tjetër që më intereson është, sa keni përkraje prej komunës ose departamentit komunal për sport, ose kuj duhet lidhur me terminet për salla, terminet për trening, terminet për ndeshja, e paguani sallat, si funksionon e tërë kjo? Unë kam qenë para çdo fillimit kampionatit, në kontakt. Kom qenë në kontakt, po kom bisedu edhe personalisht me telefona, po jem shku dikon. Në Gjakov kom qenë 3 muaj ditë rregullisht, derisa është formuar ky klub. Po të ju falendru edhe Besmirit edhe ati sponsorit, mas 2 vjete u formu një klub. Shumë kohë kam hub, se e di se është futbolli vogël ka qenë traditë e Gjakovarve. Gjithmonë kur ka luajtur futboll edhe më herët, o luajt edhe jashtë, po kam pas gjithmonë ekipe të mirë, gjithmonë thësha një duke mos e na shkolluar, mos pretendu që thon kush është vitia apo dikush, një viti mund të më ekzistu me një futball jashtëzakonisht futsal mirë, kurse Gjakov po çka tham, Gjakova si Gjakov më duket që ka filluar marr dhe besoj se sa i përket sallave, çdo drejtor i palestrave sportive na ka ndalë ndihmë. Absolutikisht kurkur nuk paguhet. Sa unë jam njoftuar. Sidomos në Prishtinë, Prishtina është diçka fenomenale. Në Prishtinë nuk pagun asnjë klub. Faktikisht është prej 8 deri në ora 12 dhe nuk pagun kurrë. Ndoshta dikon paguhet një 30 apo 40 për mirëmbajtje apo për diçka, kurse drejtorat fatmirësisht, unë po them që kanë qelluar disa edhe sportista, të marrëm Gjakov është Lama, të Mula, është prap një tjetër, është Blerim, apo çështë pa them. Faktikisht janë të sportit. Edhe në disa palestra kanë dhënë njerëz të sportit. Edhe normal që si thosh njëri i sportit ai mendon diçka mirë për sport. Ka konsiderat. Faktikisht ato është që tha kryetari, jem përkrahur sa i përket stërvitjeve. Ne kemi 4 stërvitje në javë, po ne kemi pas një problem. Kryetari e përmendit që drejtoritë e sportit në qytet e njerëz të sportit, ne kemi pej një njerëz që është i sportit, po fatkeqësisht nuk i mos me kuptim për krahjes tina, domethënë as për krahje materiale, as për krahje ndryshme, por e kemi pas një problem të vogël që besojnë të ardhmen do të realizohet. Ne qëllimi kryesor i jani është që qytetarët e pesë të kemë përkraje, sepse pavarësisht ne mos lidhem ato se Adnani është pjesë e një sporti, pjesë e një sporti mund të jetë, klubi është, për atë arsye edhe na kemi bërë dhe ndryshimin e emrit, se klubi ne nuk kemi të kontribuojmë në sport që të njihemi si person apo si diskotek. Ne kemi bërë ndryshimin e emrit FCB, sepse Besa njihet në apo qyteti PS, faktikisht njihet me atë emër dhe ky klub, si çdo klub tjetër, është i qytetit, por ne besojmë që në të ardhmen njerëzit do të kontribuojnë dhe të përkrajnë, sepse pjesë e sportit mund të jetë çdo njeri
që mund të ketë fatin pjesë e sportit, po fatkeqësisht mund të jetë një njeri cili nuk mund të kontriboj në drejtim të atij sportit. Kështu që besoj që anëtarët, domethënë do të kemë edhe na një mikroptim me Kuvendi Komunal, do të qenë një përkroj sepse këtë vit nuk kem pas asnjë përkroj nga Kuvendi Komunal. Këtë rast, kisha desh ta përmend, është ai trajneri i Besës faktikisht është ky Shoshi, po, është drejtori Shoshi që është drejtor dhe na nuk kem pas asnjë përkroj as morale nga ona tina, e jo mos flas për iniciativa tjera. Përmendet që ushtroni 4 herë në javë shkurt, keni edhe ju klubet besoj termine të rregullta treningut, këtu nuk ka probleme, sunaj? Ne Prishtinë si bujmë fare stërvitjet pasi që Baramizë se di sa e din kryetari këtë fakt se ne i bëjmë stërvitjet e Dilioni Benz, më larg se Fushë Kosova, në 10 kilometra i ka se palestra e hallës sporteve është gjithmonë është e kufizuar ditë për ditë atje termin, s'ka deri në 12 natës. Unë e ceka sa i përket ndeshjeve. Ajo ndeshje është tjetër akt. Kurse Prishtinë nuk ka se absolutikisht nuk mundesh me anë në rend. Sa i përket palestrave tjera. Unë e thash që palestra për shkakun në Pe e ka 3 apo 4 stërvitje nuk i paguan. E ka në Prizren, një ashtu, e ka në Gilan, një të nxo në Perizaj. Asë në Gjakov diçka është më ndryshe, më duket se ajo është diçka, duhet diçka me pagu, po është një shumë simbolike e cila... I kishim disa mosmarrëveshje, si gjithë klubet, ashtu, po tash i kemi rregullu, ushtrojmë do të 2 herë në javë në palestrën Shanin Ushim në Gjakov, kurse ato 2 tjerat i ushtrojmë në sallën e shkollës, edukatës fizike, do të thotë 4 herë në javë bëjmë ushtrim. Jeni aktiv. Është edhe diçka, ose në Prishtinë ekzistojnë shumë klube futsallit. Për shembull veç në Superligën 3, kurse i kemë për shembull liga e parë ekziston me 6 apo 8 ekipe, e cila veç rejoni i Prishtinës. Kurse sa i përket ligës parë, rejoni i Prishtinës e ka prapë aty. Edhe liga e parë edhe aty janë 3 apo 4. Faktikisht, nëse duhet diçka me bë palestra e Pallatit të Rinisë, ku duhet me qenë falënderues jashtëzakonisht shumë një drejtori si Bajrami, i cili na ka mundsuar çdo herë, bashkë edhe me një njeri i cili është i palesëm Xhelali, i cili çdo ditë na gjon një moment aty, një termin, edhe po them që kinara po do të vjen ku ndoshta do të punojmë shumë. Unë e kam një projekt bashkë me komisionin dhe vetë që shpejti do dalim me një projekt që salla një tetorit tjetë e futsallit. Edhe në visin që ose më jepet mundësia, jo që du me përkrahën këtë rast BMB Prishtinë, po unë mendoj që edhe qyteti apo kryqyteti duhet mi pas do dallime mes klubeve, do më thonë dallimi, sepse na e dim që BMB Prishtina është një klub që faktikisht ndër 3-4 klube tjera që sot janë në Kosovë, si Besa, Gjakova, Feniksi, është klubi më organizuar i mundshëm, domethënë në Kosovë, nuk mund të krahasohet BMB Prishtina sot me, nuk du me nënçmu klube tjera faktikisht, por rezultati dhe cilësia e lojtarëve të klubit BMB Prishtina nuk mund të krahasohet. Nëse është një problem se në Prishtinë faktikisht janë 4-5 klube në Superligën, në ligën e parë, këtu duhet bëhet dallimi i kategorive të klubeve. Dhe duhet të jepet hapësinë, nëse sot është ka cilësi mbrenda klubit, ndoshta nesër nuk do të ketë cilësi, do të ketë klubi tjetër. Atëherë unë mendoj se klubet duhet bëjnë dallimi palestrat e sporteve e drejtoritë të sporteve brenda qytetit duhet bëjnë dallimin mes klubeve. E jo bëmë për Prishtina të ushtroj në Dilloni Benz, kurse pse janë disa klube tjera që janë në Prishtinë. E rezultatet e klubeve tjera të Prishtinës na i dim, kurse suksesin e BMB për Prishtinës na e dim. Po ashtu. Një çështje tjetër që është interesante për të diskutuar është kalendari i garave, që keni futsalli zakonisht projektohet si sport që mund të vazhdojë aktivitet dimrit dhe të jetë një farë plotësim i mirë për zbrastirën që është në futbollin e madh. E ka përmbushur këtë rol nëpërmjet kalendarit që ka komisioni? Po dhe fillimi i kampionatit tonë kanë qenë një shkas i madh, veç edhe ajo ka qenë, sepse ekziston një pushim jashtëzakonisht i madh, po normal klubet kanë kërkuar që unë kam qenë barëm 1 apo 2 lojtarë edhe që është profesional në futbollin e madh, të
kenë drejt, por kjo vlen personalisht klubet kanë thonë që nuk do të ka dhe nuk s'ka. Faktikisht, e kem një orar jashtëzakonisht kur është koha shumë e ftoftë, një kisha lutë që vetëm sallat jenë pak më nxehta, me siguri se çdo loj e BB-s apo Spesit apo Liburnit do të ishin edhe 2000-2005, sepse njeri shkon në sallë me një orë me këshyrë në futboll, ma jo me shku me kapulaç apo me bunde dhe të trin aty, ose mas 15 minuta tike dhe shkose. Sallat janë jashtëzakonisht, përveç në Prishtinë, jashtëzakonisht ftofta. Të shkosh të luajsh në Mitrovic, ku është afër lumit, nëse është jashtë -2, mrena e ki -13-15. Gjithashtu e ki në Pej, po thamë, në Prizren, edhe gjitho. Dikun kanë hi, po nuk për përdojnë, apo nuk përshojnë, sepse në Mitrovic thonë që kanë tash 2 lloje nxemjes. 2 lloje nxemjes, por sa e shkojmë lojnë futbol? është ftohtë. Me nxej shpresën në shtëpi, mu këthi edhe me. Dhe përgjithsisht si përballohet kalendari, ose cili është vlerësimi juaj, Sunaj? Kalendari përballohet mjaft mirë, pasi që kemi vetëm jemi 10 klube, kemi 9 ndeshje. 9 ndeshje i krym më së largu për 2 muaj e gjysmë. Ajo dhe me thonë 75 ditë, se çdo 5 ose 6 ditë e lujna nga një ndeshje. Kalendari përballohet mjaft mirë, po tash duhet të shiqojmë që sa më shpejt ta nisim këtë sezonin pranveror, që mos me pas një farë afati shumë gjatë apo pushimi, që po thotë Adnani pak gjatë, se s'na konvenon as neve. Se shumë me pushu, ti badjava është mujna me ushtruna ka 6 herë ose 7 herë një, po ndeshja është këtë tjetër. Për atë kena fillu me kampionat me Super League, kena fillu me Ligë parë një 15 ditë më vonë, kurse ju e keni kry sot kampionati vjeshtore kry, shpejti për një javë apo 10 ditë do të fillon kupa, ku mas pari do të luhet kupa në Ligën e parë, që do të vinë 6 ekipe, të bëhen 16, të rriqet shorti dhe shkon 16, 8, 4, 2 edhe 1. Kurse vjen me njerë kampionati, mos kampionati vjen play-offi, faktikisht nuk do të tinit pushim deri ka aprili ish. Do t'jeni aktiv. FCB-s është... asaj e di vormi që do t'jenë, me siguri do t'kem tash edhe disa thirrje, unë jam biseda thash me shumë shtete, do t'kem edhe përfaqësuese, do t'jetë edhe ky turniri edhe mjashari, cili nuk do t'jetë turnir sikur se ka qenë vite ma heret, po unë thash do t'jetë një turnir që ndoshta edhe do t'kem mosafir jashtëzakonisht njerëz të mëdhaj. E thamë dhe më herët, FCB-s është një prej ekipeve që ka dhe lojtarë të huaj në radhët e veta, spari prej nga ideja e dyta sajnë ata të knasur, cili është niveli i tyre. E gjithë ata ju mundsojnë t'jeni të parët në tabelë. Faktikisht, unë ceka dhe me herë ne si kryesi e klubit FCB-sa kemë mendu që spari të ngrisim cilësinë, ashtu që është ceka me herë, sepse nëse një klub ngrit cilësinë, atëherë normal që ngritet edhe shikueshmëria. Sepse ata njerëz, pavarësisht unë e kam pej, normal që kena një probleme ngroje, sikur pos Prishtinës, po ne kemi fatbarësisht, kemi adhurues të futsallit, kemi në moshat ndryshme, nga nisëm nga moshat e reja deri në moshën 60 deri në 70 vjet, edhe çka është një sukses për neve si klub, kemi thyer një tabu, e kur flas për thyrjen e tabus është sepse ne kemi tifozë të flak, të cilat janë pjesë e klubit FCB-sa, jo vetëm në Pej, po janë pjesë e klubit edhe jashtë Pejës. Ne çdo lojë ndeshje që zhvillojmë edhe jashtë Pejës, ne s'po kem 50